Ndarja në barazime antarëve të gjykatës kushtetuese në shqyrtimin e kërkesës së kryeministrit për rastin e pezullimit të numrit 2 të qeverisë e ktheu gjithçka në pikën fillestare, duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme për Belinda Ballukun. Deklarimi i kushtetueses ishte përcaktuar si kusht nga shumica për të vjuar me shqyrtimin në parlament të kërkesës së prokurorisë së posaçme për arrestimin e Ballukut, por Rama paralajmëroi qartazi se me rikthimin e pezullimit për zëvendës kryeministren nuk ka arsye për t'u marrë me këtë kërkesë. Vetmja pale përmbushur nga rikthimi i pezullimit është SPAK-u, që në kushtet e pezullimit mund të vazhdoj krejt qëtësisht hetimin përkatës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që SPAK-u bëri pas rënies së masës së pezullimit. E vetmja urgjencë në këtë rast janë afatet kohore. Kërkesa e prokurorisë së posaçme drejtuar Kuvendit është e datës 16 dhjetor. Sipas rregullores parlamentare, kur Kuvendi nuk merr vendim për dhënien ose mosdhënien e autorizimit për caktimin e masës së sigurimit brenda 3 muajve nga data e paraqitjes së kërkesës përkatëse, atëherë kërkesa konsiderohet e rrëzuar nga Kuvendi. Kjo duket se do të jetë rruga që do të ndjek shumica, duke shmangur të shprehet në favor apo kundër kërkesës për arrestim. Shqetësimi i kryeministrit është që praktika e pezullimit të një antari qeverie me vendim gjykate të mos përsëritet e të mos kthehet në një precedent të rrezikshëm për të ardhmen. Për këtë paralajmëron ndryshime ligjore. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë antarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, po ndahen tek rrugëzgjidhja. Grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Ndërhyrja që grupi socialist mund të bëjë është ajo në nenin 242 të kodit të procedurës penale, konkretisht në pikën 2 të tij që ndalon pezullimin për personat e zgjedhur si deputet apo kryebashkiak. Socialistët mund ta pasurojnë këtë pikë duke shtuar edhe ndalimin e pezullimit për ministrat apo presidentin. Pezullimi i funksioneve të Ballukut, Rama thot se ka prodhuar kosto për qeverinë e tij pasi ka paralizuar punët e dikasterit që ajo drejton. Funksionet e pa delegueshme kushtetuese nga i antarit të qeverisë tek ai presidentit të Republikës dhe jo vetëm, nuk mund të pezullohen kurrësi nga askush, duke u nisur nga një emër i përveçëm, sepse pezullimi paralizon funksionin pra institucionin që ai ajo drejton. Në mbledhjen e grupit të PS, siç mëson Report TV, kryeministri Rama ka paralajmëruar se për çështjen Balluku do të kërkojë një ekspertizë juridike ndërkombëtare. Një prej organizmave ndërkombëtar që shpesh është thirrur në lojë është Komisioni i Venecias, i cili megjithatë ka procedura strikte e mund të kërkojë disa muaj kohë për t'u përgjigjur me një interpretim. Nga sqarimi publik i kryeministrit Rama mbetet e paqartë nëse Belinda Balluku do të zëvendësohet me një emër tjetër duke imponuar ndryshime në qeveri. Kur doli vendimi i gjykatës së posaçme, Rama thjesht e respektoi atë, pa zëvendësuar Ballukun, ndërsa paralelisht ju drejtua kushtetueses. Por, në atë rast kishte një afat kohor, se kur çështja do të merrte një zgjidhje. Tani, askush nuk parashikon dot, përveç SPAK-ut, se sa do të zgjas pezullimi.